Unë mendoj që është njerëz që e dojnë veten, merren me sport, duken mirë, merren me veten, kujdesen për veten, edhe na si trajnera ka mundohem jam ndihmu që me kon ma okej. Pra patjetër duhet ta duash veten për të marrë me sport. Këtë rast po edhe varet, ne kam thonë edhe shumë herë, nuk është krejt çka shohim. Varet ç'shim i bë. Edhe në trup edhe ato edhe krejt. Hajde le të marrim një opinion nga secili dhe më pas e hapim debatin, se besoj që kemi pas debat. Arta, si e sheti nga ajo që e shen në rrjetet sociale, nga ajo që dëgjon në tavolina, nga ajo që dëgjon edhe në televizione. A është sot një lloj presioni për të dukur dhe për të pasur një trup të mirë? Unë ma shumë isha ndërlidh si mirëqenje, prej viteve më herët edhe tash, ka ndryshuar shumë. Normalisht i krejt dojnë më duk bukur, aja s'diskutohet, po është edhe si mirëqenje. Për arsye që secili të ndihmon në dukjen fizike, mendore, në gjithë shka lidhet këto. Po. Dragush, ti kujdeset shumë, merresh me veten, shkon në fitness, edhe trajner futbolli po ashtu, kështu që të dyja të bëhen bashkë. Po, sigurisht. Edhe njëm të pjesa e mirëqenjes, mendoj që është mirëqenje, mirëmbajtja, përveç saj është kulturë, po nuk është loks, është kulturë edhe është respekt ndaj vetvetes. Kur e respekton veten, atëherë prit të respektojë dikush tjetër. Po nëse ti nuk e respekton veten, atëherë çka do pret prej tjerëve. Pra, duhet ta mbajmë veten, të kemi respekt për vetveten, tek mirëmbajtja hyn shumë gjëra, e mos i përmendim më rënd, se sigurisht në vazhdim po kemi pas rast, patjetër. Po mendoj që ai që e mban veten do të ndihet shumë më mirë dhe do të reflektojë tek njerëz shumë më mirë. Po. Gjulje, s'ki qësh me mungu në këtë temë, se qënë 5 e nisti ditën me këto aktivitetet. Po, 5:30 do të të ngjash veç Gjulin e që vinë gjim. Umë t'ingloj shumë keq ajo kur the trup perfekt. Nuk ekziston big spore, nuk ekziston trupi perfekt. S'ka trup perfekt, Ekziston trupat të ndryshme në format të ndryshme, me thonë. O shumë rëndësishme me kuptu që një trup i shëndetshëm është ajo që ka i nevojitë që ati trupit. Qoftë ajo që lidhet mentale, emocionale, fizike. Po gjithë ka fillon kur ti ndihesh mirë. Qoftë ajo një ecje 10 kilometra, ose qoftë ajo vrapimi, ose bicikletën që na me gjenin e kena shumë favor, ose qoftë me ardhen që e kena qef shumë gjimin edhe format e muskujve, dy gjinive, jo vetëm të femnave, edhe kështu me radhë do të të kejtë varet ti që që përcapton jetën e lumtur. Edhe jo nuk do me thonë që në qofë se unë përket kjo shëndet në imazh të trupit një femnës, për dikën tjetër nuk është e njëjta. Dikush ka qef mu duk ma maskulin, dikush ka qef mu duk ma me forma, dikush ma pak, dikush ka qef zero size, kejnë varet qka personi donë dhe që tha geni, na jena këto, ose unë kam qenë dikur se mo nuk e punoj këtë punë qatë shumë për njerëz tjerë vetëm për veti, është me ndihmu, po e di, është me ndihmu njerëzit me arrit atë nivel që fore ata e kërkojnë për jetën e tyre, që përmes kësajna, mu bata ma të lumtur në 3 sfera që i përmenda shëndeti mentor, shëndeti fizik, shëndeti emocional. Dhe duke nisur nga puna se cili që e bënin, gen, qëfar kërkojnë? Qëfar kërkojnë ato 3 ata 3 që vinë, por edhe të mosha tjera, natyrisht se fitness, kjo është i mira që i shet gjitha generatat kovet, viteve të fundit. Ka qenë kokën shumica e njerëzve ka ndashtë më dok, veç bukur. Ka qenë kohë për plasë dikon 2006-2007, kanë ardhë më dok, mirë, më bo ato. Kove të fundit dojnë më një mirë, zakonisht nuk vinë diçka më formu shumë linja. Po plasë, unë i zhurështroj që ma shumë gjeni femnore, unë menoj që në shumë atë sakta, po kove të fundit ka shumë femna që s'dojnë me bo diçka mu dalu shumë, dojnë mu një mirë edhe e kanë përshëndet. Faktikisht e kanë kuptu sakt çka është fitnessi. Unë gjithmonë e kom tonë ato që tha Gjuli. Këtë varet edhe për neve sa ja vepim mënyrën e mirë dhe sa jem sakt që me e pëshnetshëm ato. Arsye se një trup i mirë nuk mu i bëhet për pak kohë. I vynë, fitnessi nuk është sprint, është maraton. Na vynë, ma gadali më ushtru, me ditë çka po dojmë, mundru, do më thonë të me ushtru çdo pjesë trupit, jo me ushtru vetëm ose veç shpinë, ose ato. Do më thonë, dojnë, mu dok mirë, dojnë mu një mirë, edhe unë menoj që kanë ndru shumë dhe jemi shumë okej në këtë rast. Gjeni, na po shohim shpesh video të ndryshme në TikTok, Instagram për të gjithë ata njerëz që po na shikonin, po na ndëgjojnë, jo gjithçka që ka shifet është origjinal ose vërtet. Atë na kena aplikacione online ose ndryshme aplikacione që meshkujt edhe femrat mundën mi bë sot muskujt e borgut me aplikacione ndryshme dhe nuk është e vërtet çka po prezantojnë në syrin e publikut. Atëherë, sa mundesh ti me vrejt një femën që është naturale, e bome me muskuj naturale, se sa një femën që është e bome me BBL ose ndryshme aplikacione. Na kemi përvojsh shumë që kemë këtë punë, menoj që dhe ata që veç që ka fillu fitness që një mu e dinë cila është naturale dhe cila është artificiale. Unë e veç nuk për i marrë vesh shumë pineve, dhe si të mos na,
që pi mbrojnë disa njerëz ose disa emna të që mirë, janë që mos po ma hek follow nëse më nuk po vjen më të, mos vjen asë kë po e mbroni, njerë. Kur është e bome, është e bome. Kur Për është e shumë bome, shembull është më e mirë është me Geni që shpesh kena folë të lutna inkuajroni nëse mendon kështu. Por për shembull unë kam shumë respekt për Gjensilen, për natë gjithë e dim që ajo ushtron shumë, po fakt ti mas 2 javë mas lindjes mi po 6 apps nuk ka shans. Ose njëkohësisht Luana Vjollcen, a është gotë shumë e mirë, po fakt na e dina që A është Luana dhe Gjensila perfekt? A janë perfekt që ku e kemi fjala Gjensilën? perfekt nuk ekziston. Fjala perfekt, e tha Gjuli shumë mirë. Për shembull, Spajtoni, nuk ka perfekt. Po edhe nëse që kjo qikës është e bome, unë i kom flok dredha. Shërë në vlog, është diçka që jo... Nuk është e bome. Seriozisht, është e bome. Po faktikisht vetëm gjoksin që ka gjatë shumë, me një parametër se na kena genetikisht dikush që rriti kopilin e gjoksin, ma atë vogël. barku më hup krejt. Arda, nëse nuk gaboja ke ushtru Luanën ajo, se janë nëse po. Nuk kena nevoj me diskutu në për çdo emisione zakonisht. Jo, këto janë personazhe publike që personazhet publike kanë shumë influencë. Nuk na takon, e di, nuk na takon. Kjo zgjedhje se cilit person zgjedhje e lirë, Absolutisht, çka dërsa janë zgjedhjet e lira, po. Po, dikush mundet me bë diçka pak për mu dok bukur. Po tash nuk është me patjetër na me diskutu çfarë operacione se na asnjëri prej neve nuk kena kirurg plastik. Përveç gjoksit që e dina, që nuk mundet mu bo me fitness, atë sa në din krejt, nuk mundu me komentu pjesë tjera trupit, se prap se prap nuk jena tasoj fushë. Lenja qatë fotogeni, se pëkqyra është perfekta ju, se mbasit dalën. Po, unë ndërlidha me Gjulin, perfekt si jena asnja, për deri sa krejt bojna diçka, normalisht që si jena perfekt, e si jena të noqen me veten. Luana, po, unë e ku mushtru 3 vite, kjo ushtron edhe prap, edhe nëse ka bo, edhe nëse s'ka bo, zgjedhja saj. Në momentin që ushtron fitness, më thonë kjo është për të admiruar, njëjtën kohë dhe Gjensila, na e dim, ajo është e vërtet që nuk mund është 2 javë mas lindjes me pas six pack, ajo është e pa mundur, as mas 1 muaj, as mas 2 muaj. Po prap se prap është të e mirë mbajt me fitness, ta është për shembull unë kam raste që vinë thonë, valla unë e kum bo, po unë ka thonë mës me ushtru 5-6 muja në ajsan. E shka boni Gjensila pra saksisht pas 2 muajve të lindjes, që u duka shto nëse? Faktikisht, edhe BBL nuk është që ta hjek ty celulitin, atë sa në dina. Nëse nuk e mirë bon me